Vleni ka vetëm dy vlera, e ka Aleancën për Shqiptarët, e kishte edhe këtë lëvizjen demokratike. Se përndryshe, kjo besa dhe alternativa, ajo është ajo pjesa perverse e Vlenit. Pse janë perverse? Që pjesa? Ta kuptojmë edhe për publikun tonë. Se ata ishin bashk. Ishin të besa e dikurshme. Edhe u bën copa. Ja vjodhën njeni tjetrit edhe plakat e banjos, edhe kompjuterët. Qërë si thanë njeni tjetrit? E ta është i doli puna që ata që kanë coptuar që të bashkohen. S'mund bashkoje popull, as parti, as lëvizja, aj që din coptohet. Edhe unë e kam dit, edhe kam thënë, jo tani, sa u bë Vleni? Që deri sa ti kem brenda ata që din coptojnë, s'mund të shkojsh gjatë, nuk mund të shkojsh gjatë. Sepse ata i intereson vetëm pushteti. Unë kam qenë brenda edhe e di. Këtë e di, do me thënë, ata të them. Ata në atë e ditë rrinë xhami, i përkule Zotit, po i shërben djallit, të përçarjes. Krerët e besës? Të besës, po. Edhe u banë copa, le ta thonë që s'është kështu, le dalën, le të më demantojnë. U banë copa, qërë s'thanë për njeni tjetrin? Thanë gjana që s'thuhen. E tani tuleshti. Me të vërtet që ata, se kryetari i besës së sotme ishte kryetari i besës ateshme. U banë copa kush do bëhet kryetar. E si tani, ata do bashkojnë popull, ata do bashkojnë vlerat përbashkët, cilat janë ato vlera. Nuk mund të ndryshojnë mendjet edhe rrethonat? Po ne dolit e ne, që vlerë e vetme është vetëm interesi. Më thënë që nuk ka asë një normë tjetër, nuk ka asë morale, asë shini, aty ku s'ka asë morale, asë turp, shumë pak ka njeri. Sa ma pak të njeri u morale dhe turp, aq ma pak ka njeri i taj. Të më thënë, ti nuk turpro, atë që e folëm edhe për Kosovën, që ti mund të më thuesh çdo gjë, me po kur do të vije puna që të kemi ndonjë interes përbashkët, ne jemi të mirë, ne nuk jemi ata që i kemi thënë njëri tjetrit. Po shini, nuk mund deri këtu të shkojnë punët. Se unë e di që politika është artit mundshme, që duhet ti me gjithë. Por se edhe me armikun, ne këta i kanë gjetë atë që e me edhe me armikun ulesh e bisedon. Po nuk mundesh me mikun ti të bëhesh paqavër me njëri tjetrin, e pas e tu është mirë. Kemi qenë miq, aj do të mbetemi prapë miq. Ti me armikun mund të shahesh, edhe do të ulesh. Po nuk mundesh me mikun, me ke qenë një parti, menzi që e bëm atë një parti. Shini, aq vota sa që i ka sot Vleni, besa kishte atër vota. E vetme. Edhe ato shkelen mbi atë. E shkelen. Këtë s'ta falë as Zoti, as njeriu. Këtë ta falën veç shqiptarët e Maqedonisë. Pse, a dini pse? Pse harrojnë.